Mirë se erdhet në bota e horoskopit, dhe të shikojmë çfarë energjie dhe surprizash do të kemi nga yjet për 12 e zodiakut për ditën e ënjte, 6 gusht 2026. Na ndiqni në bota e horoskopit, shikojeni shenjën tuaj deri në fund dhe na shkruani komentet sipas shenjave që ju përkasin. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, kohët e fundit ke parë një marrëdhënie të rëndësishme në jetën tënde mes njësi kritik dash. Ke analizuar me kujdes se çfarë po funksionon dhe çfarë nuk po shkon ashtu siç dëshiron. Por më 6 gusht këtë të ënjte, kur Venusi largohet nga Vigjeresha dhe kalon në Peshore, diçka ndryshon. Fillon ta shijosh këtë lidhje për atë që është, pa u përpjekur ta analizosh çdo detaj. Në vend që të mendosh vazhdimisht për çdo veprim të personit tjetër apo të presësh se diçka të shkojë keq, tani mund të fillosh ta vlerësosh këtë person ashtu siç është. Kjo qasje me e qetë dhe me e sinqert i jep marrëdhënies mundësinë të lulezojë. Të dy po tregojeni më të hapur dhe më autentik me njëri tjetrin, dhe pikërisht kjo mund të bëjë ndryshimin. Në dashuri, 6 gushti të kujton se jo çdo gjë duhet analizuar. Ndonjëherë mjafton të jetosh lidhjen dhe të shijosh atë që po ndërtoni së bashku. Demi, puna ka qenë një burim stresi për ty kohët e fundit, por më 6 gusht kjo energji fillon të ndryshojë. Venusi kalon në Peshore, duke sjellë një energji të dukshme lehtësimi në ambientin profesional. Një marrëdhënie me një koleg mund të përmirësohet ose një situatë që ka qenë tensionuar mund të bëhet shumë e qetë dhe më e këndshme. Të ënjtën do ta kesh më të lehtë të bashkëpunosh me të tjerët dhe të gjesh kompromisin kur të jetë e nevojshme. Edhe detyrat që janë grumbulluar gjatë ditëve të fundit mund të mos duken më aq të vështira. Nësa Venusi në Vigjeresh të kishte bërë të përpiqeshe për përsosmëri në çdo detaj, tani mund të lësh pak frenat, nuk e pse çdo gjë të jetë perfekte përpara se të veprosh. 6 gushti sjell një mesazh të thjeshtë. Puno me qetësi, bashkëpuno me të tjerët dhe mos e lodh veten duke kërkuar perfeksionin. Gjërat mund të ecin shumë më lehtë nga sa e mendon. Binjak, dashuria është në ajër. Me 6 gusht Venusi, planeti i dashurisë, kalon në sektorin tënd të romancës. Ky është një nga tranzitet më të bukura për takime, flirt dhe për të krijuar një lidhje të re. Të ënjtën lejoje veten të hapesh dhe t'i tregosh dikujt anën tënde më argëtuese, spontane dhe të gëzueshme. Mos ki frikë të shprehësh atë që ndjen dhe të shijosh momentin. Nëse je beqar, flirto pa frikë dhe je hapur ndaj njëjeve të reja. Një bisedë e thjeshtë mund të kthehet papritur në një lidhje shumë interesante. Nëse je në një marrëdhënie, organizoj një takim romantik me partnerin dhe kushtoj më shumë kohë lidhjes tuaj. Nuk është e nevojshme të bëni diçka madhështore, edhe një mbrëmje e qetë së bashku mund t'ju afrojë më shumë. 6 gushti të sjellë energji të bukur romantike. Hap zemrën, shijo flirtin dhe qesh më shumë dhe lëre dashurinë të surprizojë. Gafore, këtë të ënjte, mos e sforco veten më shumë se s'duhet. Ke investuar shumë energji dhe përpjekje për ta kthyer shtëpinë tënde në një hapësirë të qetë, të ngrohtë dhe të sigurt. Me 6 gusht është koha të ndalosh pak dhe ta shijosh atë që ke krijuar. Nuk e pse të jesh produktive çdo ditë. Edhe ti ke nevojë për pushim, relaks dhe momente ku nuk ke asgjë për të përfunduar. Porosit një darkë në shtëpi, zgjidh një film të mirë dhe lëre veten të çlodhet. Nëse je në një lidhje, mund të organizosh një mbrëmje romantike në shtëpi me partnerin. Nëse je beqar, fton një mik apo një person të afërt për të kaluar kohë së bashku dhe për të biseduar. Çfarë do që të zgjedhësh, mos u ndjej në fajë pa pushon. Energjia e qetë që ke krijuar në shtëpinë tënde është pikërisht ajo që të duhet tani. 6 gushti të kujton se ndonjëherë produktiviteti më i madh është të dish kur duhet të ndalosh, të marrësh frymë dhe thjesht të shijosh paqen. Luan, edhe pse Venusi po kalon në Peshore, energjia e shenjës tënde mbetet jashtëzakonisht e fortë këtë të ënjte. Dielli dhe Jupiteri ndodhen në shenjën tënde, ndërsa kanë mbetur vetëm 6 ditë deri në eklipsin diellor në Luan. Ky kombinim energjish të bën të shfaqësh versionin tënd më tërheqës, më të sigurt dhe më magnetik. Njerëzit mund të vënë re më shumë se zakonisht dhe prania jote mund të ketë një ndikim të veçantë tek ata që të rrethojnë. Prandaj shfrytëzoje këtë energji dhe mos i ndro në hije. Dil, komuniko, njih njerëz të rinj dhe lejoje veten të shkëlqesh. Venusi sjell më shumë lehtësi, kënaqësi dhe lojë në marrëdhëniet e tua. Është një ditë ideale për të krijuar miqësi të reja, për të zgjeruar dhe si shoqëror
Dhe pse jo për të takuar dikë që mund të zgjojë interesin tënd romantik. Nëse je beqar, mos u mbyll në vetvete. Një takim i papritur ose një bisedë interesante mund të hap derën për diçka të re. 6 gushti është dita jote për të shkëlqyer Luan. Besoj i vetes, trego personalitetin tënd dhe lëre magnetizimin të bëj pjesën tjetër. Vigjiresh, këtë të njëjtë Venusi largohet nga shenja jote. Gjatë muajit të fundit ke mësuar shumë gjëra për të hequr dorë nga nevoja për perfekcion dhe për të pranuar më shumë nga mangësitë tua, por edhe papërshosmëritë e njerëzve që të rrethojnë. Tani është koha që këto mësime t'i kthesh në veprime konkrete. Mos kërko që diçka të jetë perfekte për të qenë e bukur apo e vlefshme. Ndonjëherë pikërisht papërshosmëritë i bëjnë gjërat më të veçanta. Edhe financat e tua marrin një shtys më 6 gusht. Me Venusin që kalon në peshore, mund të ndjesh më shumë dëshirë për luks, bukuri dhe gjëra që të bëjnë të ndihesh mirë. Mos i frikë ti bësh vetes një dhuratë, di shumë mirë se të kursesh dhe të mendosh për të ardhmen, por mos harro se parat nuk janë vetëm për të ruajtur, janë edhe për të shijuar. Sigurisht diçka me mas. Bëj vetes një kënaqësi, po pa e kthyer kartën e kreditit në armikun tënd personal. 6 gushtit të mëson të gjesh ekuilibrin, kujdesu për financat, por lejoje veten që edhe të shijoj frutet e punës tënde.